kryetari i bashkisë këtu është që të dëgjojë zërin e juaj. Dhe jo të japim vetëm në njështë mesazhe politike, por mesazhe administrative për hallet. Gënio, Facebook. Atë. Pa dallim të gjyrës politike. E drejta juaj është drejta për të votuar dhe pikë fare në të gjithëve që në datën 18 të gjithë shkojnë votojmë, të gjithë votojmë kryetarin e Leantës për qytetarin dhe të gjithë votojmë. Qore që. Atje son, kaloj që me këto. Vajmen. Jo, se bëj. Në mënyrë konkrete të të sa projekte që ka për blokun tonë, përveç atyre që ka realizuar dhe ato që do të realizojë. Unë do të më shoqëronte doktor Bajaziti, patjetër do të dorëtrokasin gjithë. Për të dhënë një mesazh. Gjithashtu dhe profesor të Veriçin do doje që të ishte këtu bashkë me mua, për të dhënë dhe një mesazh. Ai profesor. Te Veriçi një apo te Veriçi dy? Votoj për Leantën për qytetarin. Do të them ato vepra që i kanë i përfundojnë. Si të mos një vëtëmëtor në rrugë, analizime, gjenërim, të veqin, e shumë janë atëja. Për të kryuar mundësine, një tregu për kryuar, vajanë të janë, që një mundësine dhe një mundësine, ma të gjithë ka vanë. Edhe ka vanë që në stasë që të tja, që për rrugë të gjithë. Kam një bishtarve. Falenderoj shumë doktorin, profesor Kanal. Ju falenderoj gjithë. I banori Sharru Gindet nuk do të bëjë shumë, po ne vërtuj, ju uroj kryetarit ekzistues dhe kryetarit të ardhshëm suksese. Sigur se thash në fillim, ne do të përpiqemi të shmangim politikën. Megjithëse nuk i shmangemi dot. Por do ta thuaj kryetarit të bashkisë që të ishte fare pak mesazhe politike dhe shumë mesazhe qytetare për veprat konkrete që janë bërë dhe që do të bëhen. Ne patjetër do të firmosim një kontratë me kryetarin dhe themi po kryetar, do ta japim mandatin edhe për 4 vjet, por në këtë kontratë